Fshati Skuraj në Kurbin po tërheq gjithmonë më shumë vizitor duke u kthyer në një destinacion mjaft të pëlqyer, kryesisht gjatë verës. I përfshirë në listën e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë, kjo zonë ofron një kombinim të rrallë të natyrës së paprekur, relievit malor dhe rrjedhës së lumit mat. Vizitorët vlerësojnë mikpritjen, qetësinë dhe kulinarinë lokale në Skuraj, por kërkojnë më shumë vëmendje nga shteti për këtë zonë me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Shikojmë një vend shumë të bukur, të paprekur, origjinal, me shumë pemë, lule, të gjitha llojet e mundshme, domethënë të gjelbërimeve, dhe na pëlqeu, po ashtu na pëlqeu dhe ushqimi, ishte shumë i mirë, tradicional, me prodhimet e vendit. Perime, mishi, gjithçka ishte shumë e përgatitur mirë. Jem hapur mushkërit, ky veni pa pa, me gatim pa pa, me ajër të pastër, me gjitha gjërat më të mira. Lumi është fantastik, a jep kryesisht lumi e jep këtë freskinë. Bizneset vendase tregojnë se vitet e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve të huaj, çka ka ndikuar pozitivisht në ekonominë e zonës. Ndoshta ndihmoi edhe koha, sepse erdhe vera më shpejt se sa duhej. Veri çfarë zotit ka qenë mrekullueshëm. Kena pas si turistat huaj, si vendas, shumë mirë. Përveç natyrës, Skuraj njihet edhe për gatimet tradicionale, që përbëjnë një tjetër arsye për ta vizituar këtë fshat të Kurbinit.